Taj do t'i bartë pasojat ligjore lidhur me këtë deklarim të rreshëm. Unë me njëherë kam autorizuar në inspektoratin policor që të iniciohet procedurë penale për lajmërim apo kallëzim të rrënd. Në zonën e njohur si ura e Bistricës, një i ri nga komuniteti serb kishte denoncuar se policia e kishte sulmuar fizikisht. Ngjarja ku ai pretendon se ishte sulmuar ishte e filmuar nga kamerat e sigurisë. Analizimi i materialeve shfaq një realitet tjetër. Ankusi i përballur me pamje pranon se kishte denoncuar rrejshëm ngjarjen. Ankusi, qytetari, ka pranuar gabimin e tij, ka kërkuar falje hetuesve të Inspektoratit Policor të Kosovës, ka kërkuar falje për pjesëtarët e Policisë të Kosovës, të cilët kanë deklaruar rrejshëm, ndërsa qëllimin nuk e ka cek pse ku ka dashur me dalë me këtë deklarim të rrejshëm, por sidoç tjetër ai do t'i bartë pasojat ligjore lidhur me këtë deklarim të rrejshëm. Prandaj, kur është ballafaqur me këto prova, me këto fakte, i njëjti ka pranuar çështjen se i njëjti ka bërë lajmërim apo kallëzim të rrënd, ka pranuar se sipas tij, pas ngjarjes kur e ka ndalë policia, i revoltuar nga kjo ndalesë apo rrethana të tjera të ngjashme, ka dashur që të lajmërojë një rast ndaj zyrtarit policor dhe rrjedhimisht mbi bazën e këtij të deklarimi rezulton se njëti ka kryer veprën penale për çka dhe prokuroria e shtetit pas ndërmarrjeve të tjera të veprime të tjera hetimore do të shqyrtoj edhe rrethanat për arsye gjithsesi motivin i cili ka shtyr për me paraqit një rast të tillë penal, për të njëjtën kohë do të tentojmë që të sigurojmë edhe prova mbi bazë të cilat do të vërtetohet se nga kanë ardhur ato lëndime të cilat i ka prezantuar dhe që kanë qenë vizualisht të pamura. Pasi që ne i kemi shqyrtuar gjitha këto prova, këto rrethana, mbi gjitha vjedonjëzimet, unë me njëherë kam autorizuar në inspektoratin policor që të iniciohet procedurë penale për lajmërim apo kallëzim të rrënd ndaj palës e cila ka bërë një lajmërim të tillë, i cili është vërtetuar në tërësi se është i rrënd. Sipas ligjit ndaj ankusit Vukashim Blazhić, IPK ka ngritur kallëzim për deklarim të rrejshëm. Ne kemi kontaktuar me të, por ai ka thënë se nuk dëshiron të flasë rreth kësaj ngjarje. Ne atë kemi pyetur edhe për deklaratën e babait të tij, por ai ka thënë se asaj nuk dëshiron të flasë. Halo, gospodine Blažević, izvini, bio sam na sastanak, morao sam da izlazim iz sastanka. Moje poštovanje, kako se zove, ja sam, kada vam kažem sad, probudio sam se, vidio sam poruku, čuo sam se sa svojim advokatom. Rekao mi je advokat da ne dajem, zvali su me i naši novinari, rekao je da našim novinarima ne dajem intervju i pitao sam sad za vaše novine. Rekao mi je ništa da ne bi napravio problem sebi pošto je suđenje u toku. Toliko mogu da vam kažem. Da, znamo. A šta beše sa tvom ocem? Može on da nas nešto kaže oko deklaraciji koju je dao Kosovo Online? Ne, kako se zove, advokat je rekao i meni i tati kad smo bili na sastanku da ne dajemo.